Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Vlen, Arben Taravari, thotë se nëse nuk shkojnë bashkë me Vlenin në zgjedhje lokale, atëherë do të dalin vetë, me çka ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me BDI-n. Në qoftë se s'del me Vlenin, opsion të dytë e ka të del vetë zgjedhje. Dhe ky është opsioni i dytë, por ta shohim edhe disponimin si janë mes antarësisë, mes antarëve të kryesisë, mes antarëve të kuvendit. Për mua është shumë e rëndësishme zëri i qytetarit. Ne nuk hym në zgjedhje për t'u marrë me emra, por për ta çuar deri në fund ndryshimin që e filluam bashkë me qytetarët. Kështu u shpreh nga partitë tjera në Vlen në pyetjen e televizionit 21 se si do të dalin në zgjedhje lokale. Vleni është rruga e vetme përpara, është kundërpeshë ndaj një regjimi që e kishte kapur gjithçka nga shkolla deri te spitalet e nga komuna deri në kuvend. Ne nuk hym në zgjedhje për t'u marrë me emra, por për të çuar deri në fund ndryshimin që e filluam bashkë me qytetarët. Ne kemi ndarë mendjen moti, në zgjedhjet lokale do të shkojmë me popullin dhe për popullin, nuk kemi asnjë dilemë. Qëllimi ynë është i qartë, ta çlirojmë çdo komunë nga kthetrat e një pushteti që për 20 vite e zhgënjeu besimin e shqiptarëve. Në fund të përgjigjes nga Vlen theksojnë se ky është qëndrimi i njëjtë i lëvizjes Besa Alternativës dhe lëvizjes demokratike, duke mos përfshirë ASH-n e Arben Taravarit.